Nga janari i vitit 2026 do të ndryshojnë shumë gjëra në Gjermani, e ndër tjerash do të ketë edhe më shumë para për shtetasit gjerman, për fëmijët, por edhe për punëtorët dhe pensionistët në Gjermani. Në këtë video, miq të dashur, unë do t'ju njoftoj shkurtimisht me ndryshimet më të rëndësishme në Gjermani që vi në vitin 2026, por fillimisht dua t'ju uroj gëzuar vitin e ri dhe shpresoj se jeni kthyer mirë nga vendlindja ku keni qenë, apo nga pushimet ku keni qenë. E nëse nuk keni kthyer akoma, nëse doni të fluturoni në vendlindje, apo nga vendlindja diku tjetër, ju kujtoj se sponsori i këtij kanali, agjencia Reisebüro Prishtina, ju ofron bileta me kushte më të volitshme. E nëse përdorni kodin Bakricane, pra emrin dhe mbiemrin tim së bashku, do të keni edhe një lirim të posaçëm. Ndërsa të gjitha të dhënat ku mund të merrni biletat, si dhe numrat e telefonit ku duhet të kontaktoni, do t'ju publikoj pra këtu në video dhe mund të merrni. Por të kthehem tani tek ndryshimet në Gjermani. Nga janari rriten pagesat minimale në Gjermani në 13,90 € për një orë pune. Kjo do të thotë se nga janari në Gjermani më nuk do të ketë asnjë punë që paguhet më pak se 13,90 €, por ne shpresojmë shumë që pagesat tuaja do të jenë shumë më të larta. Do të rriten edhe pagesat mini-job, si dhe pagesat për student dhe punë sezonale. Ndryshe, për ata që duhen ta dinë, t'ju them se mini-job nga janari në Gjermani do të paguhet 602 €. Nga janari rritet edhe pagesa e Kindergeld, pra shtesat për fëmijë në 259 € për një fëmijë. Kjo është një rritje e vogël prej 4 € për fëmijë, por unë desha t'ju njoftoj që do të ketë pra edhe një rritje të vogël të shtesave. Nga janari do të ketë edhe një lehtësim shtesë për sistemin tatimor për prindër, por me detajet, miq të dashur, do t'ju njoftoj në një video tjetër ekskluzivisht vetëm për shtesat dhe lehtësimet për fëmijë dhe për prindër, sepse më duket temë shumë e rëndësishme. Lajme të mira vijnë edhe për pensionistë, sepse Gjermania ka siguruar deri në vitin 2031 të paktën nivelin e tanishëm të pensioneve, ndërsa pensionistët që duan të vazhdojnë të punojnë tani do të mund të fitojnë deri në 2.000 € pa tatime. Lehtësime do të ketë edhe për pronarët e restoranteve, pra personat që ofrojnë shërbimet e gastronomisë, sepse nga janari është ulur TVSH e sa do të manifestohet kjo edhe në uljen e çmimeve për konsumatorët mbetet të shihet natyrisht. Por në Gjermani në vitin 2026 do të ketë edhe disa shtrenjtime dhe ndryshime të tjera me rëndësi. Për të rinjtë e lindur në vitin 2008 futet obligimi i plotësimit të pyetësorit për shërbimin ushtarak. Pra futet shërbimi ushtarak vullnetar në Gjermani. Të rinj duhet të plotësojnë pra një formular ku duhet të shprehin qëndrimet e tyre për ushtri dhe të japin të dhënat e tyre personale, kuptohet, ndërsa femrat mund ta plotësojnë, por nuk e kanë obligim. Në Gjermani është vazhduar edhe Deutschland Ticket, pra bileta mujore për udhtim me trena rajonal dhe me trafikun publik. Biletat janë shtrejtuar, miq të dashur, nga 58 € në 63 € në muaj. Pra Deutschland Ticket tani do të kushtoj 63 € në muaj. Shtrenjtime do të ketë edhe për shërbimet e sigurimit, sepse disa Krankenkasse do të rrisin çmimet e tyre, por me të gjitha këto, si dhe me shumë ndryshime të tjera që kanë ardhur dhe do të vi në vitin 2026, do t'ju njoftoj në videot e radhës. Ndërsa këtu dua t'ju uroj edhe një herë gëzuar vitin e ri dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse keni një lloj pasqyre për ndryshimet më të rëndësishme që janë bërë nga janari i vitit 2026, ndërsa me detajet, siç u thash, në ditët në vijim. Faleminderit dhe mirupafshim.